Në fletët e një ditarit të papërfunduar, duket se ka mbetur një pjesë e tij, mes faqeve të shubrosura dhe kujtimeve të largëta, duket se ai kërkon të rishfaqet sërish. Hasan Kryeziu lindi më 25 mars të vitit 1964 në qytetin e Beogradit, si fryt i martesës së babait shqiptar Avdylit me nënën Zveta. Një pjesë e jetës së tij ka qenë e lidhur me Beogradin, aty ku nisi kapriçot e moshës fëminore, e deri tek studimet e shkollës së mesme, me ëndrat e pëlqimet e një djaloshi adoleshent. Megjithse një fëmijë i shkathët, i dhënë pas shoqërisë, problemet nuk kanë munguar për Hasanin, sidomos ato shëndetësore. Të gjitha përjetimet e jetës së tij, ai dëshiroi që t'i kishte të pasqyruara diku, pasi ndoshta asnjëherë nuk mundi të shfaqte vetveten ashtu siç ishte. Vitin 1978 mund të kishte qenë fatal për mua, pasi përjetova 2 operacione të vështira për shkak të apandisitit. Shokët dhe shoqët me vizitonin vazhdimisht, dhe për një moment vërtet mendova se më donin, por sa më shumë përmirësohesha, e ndjeja se gjithçka ishte ndryshe me të vjetrën. Por ky vit ishte i rëndësishëm për mua, pasi u dashurova për herë të parë. Pasi mbaron klasën e 8 dhe vitin e parë të gjimnazit, familja e Hasanit shpërngulen përfundimisht në Prizren të Kosovës. Një ambient krejtësisht i ri për 16 vjeçarin Kryeziu dhe një përballje me sfidën e afrimit të një periudhe të rëndësishme për historinë e Kosovës. Në mars të vitit 1981 fillojnë demonstratat studentore dhe të gjitha shpresat e mia dhe të familjes time ranë në ujë. Filloi kryengritja e popullit tim me shumë të drejtë, por nga ana tjetër edhe populli serb kishte një urrejtje të ftohtë dhe të fshehtë. Më është dashur të jem mes 2 zjarrësh, pasi shoqëria shqiptare më shanin pse rria me disa serb, ndërsa serbët nuk më pranonin sepse isha shqiptar. Nëse dikush e lexon këtë ditar, të pranoj se për mua të ngratin nuk ishte fare e lehtë kjo gjë. Në moshën 20 vjeçare, Hasan Kryeziu nis shërbimin ushtarak në Kroaci. Pas lirimit, prindrit i prezantojnë nusën e ardhshme, vajzën nga Prizreni, Kimeten. Një martesë e bërë pothuajse pa dëshirë, e megjithatë, e kurorzuar me lindjen e Luljetës në vitin 1986. Gjërat nuk shkuan ashtu siç duhet, dhe pas 3-4 vitesh martese, Hasani divorcohet dhe martohet me një zonjë të quajtur Enera, me të cilën pati 2 fëmijë. Një sëmundje e pashpjegueshme, që ende mbart mister, ja mori nga jeta të 2, vajzën dhe djalin, ende të vegjël. I lodhur nga e gjithë kjo, ai divorcohet sërish dhe në vitin 1992 vendos të emigrojë drejt Hollandës. Vetëm në vitin 1994, ai u bë i gjallë dhe dërgoi një letër për prindrit dhe vajzën në Kosovë, ku thoshte se ishte mirë, që nga shkurti i atij viti, ai humbi përfundimisht kontaktet. Një adresë e gjetur në shënimet e tij, foto me shok nga Shqipëria dhe thashetheme të ardhura gojarisht, thoshin se ai mund të jetonte në qytetin Wuppertal të Gjermanisë. Heshtjen e gjatë të ekzistencës së tij, e theu një telegram i dërguar nga Hasani, nëpërmjet kryqit të kuq francez, në vitin 2001, ku ai kërkonte të mësonte nëse kishte mbijetuar familja e tij pas luftës së Kosovës. Familjarët i kthyen një përgjigje, por mësohet se ajo nuk i ra kurrë në dorë, pasi ai ishte larguar nga ajo adresë. Po çfarë ka ndodhur me Hasan Kryeziun? Një pyetje që më shumë nga të gjithë e mundon vajzën e tij, tashmë 22 vjeçare. Luljetën e mbetur pothuajse e vetme,
me gjyshen e sëmur në prag të vdekjes. Vetëm në moshën 12 vjeçe, ajo zbuloi të vërtetën, se ai të cilin e quante vëlla, në të vërtet ishte babai i saj. E ndërsa donte që t'i shprehte gjithë dashurinë e viteve të kaluara, ishte shumë vonë, pasi Hasan Kryeziu kishte humbur në përbot. Me urimin që të jetë sa më mirë, e bia i kujton Hasanit një ndjesi të shprehur nga vetë ai, vite më parë, si një urlidhse e përjetshme, motiv ngacmues që ai të bëhet i gjallë. Nga kjo martesë më mbeti ajo që mund të mbetej, thesari im i vogël, lulja ime, e vetmja qenie femërore që do të mund të doja në këtë botë. Luljeta Kryeziu erdhi në jetë më 25 dhjetor 1986.